do këtë ka gjithë kitë popull, së lesh, që s'do më shman dhe halone votojnë për inate dhe nuk fitojnë për favore. Për favore komtarë dhe që në matë mëla. E vërtet. Këtë problem, unë e kom problem më konë deputet, edhe nëse fitoj, se mos fojës djetë a fitoj, po unë kisha pas gucim në hinë garë. Se nuk mendoj kur më thonë në hinë a fitoj. Do më thonë të na i dha premtimin këto që në qofë se kërkohen nga nëse aj, i Hashim Thaqit, nuk i vy, edhe nëse unë tërshi filloj me mënu, duhet një karierë politike, dhe am vynë për të kësaj se kom sot këtë vlerë, këtë dignitet, qëfar e kom të mirë, të kesh, këtë vlerë, zdi arritja se rritja, bedin, po në kur se kom qyrë sendet personale. Po kur po thonë në qofë se më thirë Hashim Thaqi, nëse i do, me thonë, nëse i do, na a më thirë. Po, e vërtet, kështu e the. Ideja është që a i mon nuk është në organet partisë. Do më thonë, do në një kohë... Nëse vendos a i me hi. A nëse vendos me hi. A ka gjas me u këthy në politikë? Si pas bindjes tone? Me këshyrë kështu, dhe i sot që kanë mënojnë politikantë, që kanë bo trend, më bo kryeministër, deputet, minister, kryeparlamentar, kryeministër edhe president, si me përmbush atë farë. Po, hertrike. Hashim Thaqi këtu i ka të kryne. I ka të kryne. Do të për personale gjithë s'ka. Do të nëse hinë Hashim Thaqi në politikë, për mendimin tam, unë i besoj, nuk o fjallë atarë si Hashim, po i besoj për veprimin se ka se ku e më hinë në që ke që s'ki di qka të pretë. Po hinë për hirë të dhëvë, dhe shka që ma madhe se interesi jëtë. Kështu që nëse Hashim Thaqi hinë politikë, e di që konkretisht ka hinë vishë për një interes që maj madhë se interesi ti. Sepse interesit e Hashim Thaqit janë të përmbushurna... Përmbushja personale është e kryme. është jo kryme, por është stërmbushur. Për dhja mo, kur s'ka me mujtë, a edhe me hi, ose kur me më që mujtë të hage, me thonë, folë edhe që se kaloj hagen. E kom kry hagen, nuk e kaloj as me fjalim, as me mandate, e kom kry qasë, nuk e kaloj vetën mo. Hashim Thaqi s'mu e kalon vetën mo. Inshallah s'bot Kosova dhe e pushnune për me nëshrua edhe një pavarësi. Që s'mu e bon kërkush mo. S'mu i kryt këtë që do sate. Pra daj, unë nëse hin atër e di që o hinë sërëzisht, pra ndaj thash, nëse hin dhe më thirë që i vy, e di që është sëkur ku e bëhinë u që ke. Që i ke vy fështë që shoqit, nuk e fjalla unë Hashimi, po krejtë ushtëria, i ke vy fështë që shoqit dhe ke menu që pjesa janë është shumë ma parancishme se pjesa që ka fituat për lirinë e Kosovës. Atër, unë përndaj për thëmë, shkoj. Po të shi, nëse kjo nuk ndodhë, është nëjë politikë, dhe nëse nëjë herë une, atër kjo premtimi jam që kom dhonë para poplit kryhet, dhe nëse une menoj, që du me përvu e bisfidu vetën politikë, atër e zgjidhe se ku du me shku. A ka mundësi me shku dhe dikon tjetër? Ka mundësi, nëse këshu i vishë për më bo deputeta? Po. Shka në ty ku bosh bas ka lajti. Ku? Ska lidhë, varë tash ku dejnë atë kohë kush të botë, nuk dhjetë tu kush ka më ra, kush ka më hymë, kush ka më ngritë. Me gjitha të levizja vetëvendosi nga të regonë që është trend edhe është në rritje. Unë e gjithmonë kom lëtu kundaj rrymave. Kundra rrymave? Po, unë gati si jem konë gjëherë opozit. Unë jem konë opozit, për shamën shi që, unë jem konë opozit e AKES ku ka qenë qeveri dhe jem konë me PDK-n. Dërsa jem konë me AKEN, dhe ku e kanë mësy PDK-n, të dhëtë, ku e kanë mësy PDK-n, une jem konë të dhëtë kuna i kësaj qeveria. Ku e në ra këta e në hypë këta, unë jem bo me opozitën. Në zakonisht kom shku me opozitën, kur s'kom gajt nga favoret, po kom gajt nga ja që mu ka gu që është e drejsh dhe ka nevoj me një pjesë këtu. General... Për shamull, konkretisht, unë për shamull, në Kaçanik kom lëbu për AKEN. Edhe menoj që është shumë do me thonë e madhe votimi i AKES Kaçanik për AKEN që ka qenë pjesë atyre. Dhe burna me ato. Dhe burna, në i përnerë, unë edhe shoki jam atje që pëkalim. Jo keni mbështetë edhe kandidatin në pavarën në zëtin Ladrovci. E kom shtetë sepse ka qenë në frymën më të drejtën. Ka qenë në frymën më të drejtën. Dhe unë menoj që ajo o da është më konë thupra për mësimit të Bayraktar Llaçi o mbrana PDK. General, përshkojnë edhe i të funit, a pritet në i organizim... Në falë, e kom shtetë dhe kem fitu. Po, dijet, ma. Jo, që në rëllë e bështetë e hu, po. Po, edhe kandidat në PDK që kom bështetë, nëse kom bështetë 10, 5 janë deputet. Kështu që nuk më ka shku dëmë.
Nuk i kom bo unë ata deputet. Po. Unë në mirë që kom shtet aty ku di që fitoj. Ku ka hec. Ku më ka marrë mena që fiton dhe hecë. Ka hecë fjole e me qashë që ka hecë. General, fundi Hagës po vjen. A pritet nëjë protest, a pritet nëjë organizim? Diçka kemi dëgju nga OVL-u që këja, diçka si pas disa bërime që i kam edhe nga platforma Liria ka emër. Unë s'kom nëjë nga platforma Liria ka emër, që dhe tash kam qenë me Zotin Tasholli, besoj se Zotin Tasholli kishë tregu të pakten, din që jam mbështetës i këtyne, mbështetës nuk kom dash më konë, i atyne cilët pa dashje me pamat menqërinë e tyne, e sërvijojnë vetën së kur t'jenë eksponent politike, jo pavarën që du të më konë organizata veteranve. Pra ndaj, unë menoj që dalja për pare dhe kjo ka dëmtu edhe me Tiranën, ku i ke pas motorat edhe këto, gutja për pare, se nëjnë ata e lajmë, nështë që platforma Liria ka e me do me dalë edhe dalin këta më gutë kështë që tim na, se kanë problem me egot personale, unë menoj se nëse dalin base edhe Liria i bashkohet, unë menoj që s'ka më kur proteste e madhe, unë menoj që protestat du t'i thirin, ka dohet njerës që me të vërtet thirin për Kosovët, nuk thirin për partinë. Unë jam konë burg protest mas solidare. Se protesta ku keni majtë, sa e më konë në Nënburg, Liria ka amin në Prishtinë, hala dheri sot nuk o bo, sepse aty besoj i ke po të gjithë oponentit politik, dhe ka qenë dishka më mburë pra pjesë. Jo nga këto bëni thirrja që se cila protest dhe lirimin e qëllimtarëve nuk duhet të jetë e ngjyrosur politikisht. Ja. Ai se gjëros politikisht, sot të qaj menon që ka mirë, unë menoj që i shkakton dom pjesës tjetër që automatikisht i thot ju s'kini shka me lyp këtu. Ose, ja u plëcon kushtet me thonë ata, ne s'kem shka lypim aty se ju jini kjo. Moment që ti den, edhe e mësyn qeverin, jo për gabime, po për njëjtat se ka thonë një parti, ty automat atë e në ndega asaj partije. E në ndegën i partije zgudzon më konë veç organizata veteranve dhe oje qëtë cilat jënë të deklarun edhe me lesh, sepse edhe organizata veteranve është organizatë jo qeveritare. Së që të shmundosh me dalë jashtë a statutit tënë, së është demagogji dhe kryon të na dhojnë budala munduhet me të puthet ka fshërë. Pa vedije. Pe kryna me qita general, faleminderit shumë që gjete ko me konë pjesë e emisionit tonë dhe me nda këto të reja që i ke taku, i ke përjetu edhe po i ndonë me publikun. Por pa shtoj edhe këtë tjetër. Pa tjetër. Sa të që do të ketë budalë që dojnë me të puthë të kafshojnë, njështë do të mi kalu edhe këtu dhe nëse protestat thiren, tjenë samat më dhe samat, veç një pëthëm, shembullokracia. Nuk du të me liu një shtetë më të dënu president, ose vish me gudzu me mundu me të dënu. Vish me gudzu. E dirë mo me dalë edhe për këtyne organizatë, dhe sa me dalë me thonë na mund presin në dënime. Ajo narrativ ndërtune armisorë dhe është budalitës. Duhet të thrasin mendes që mos bëjmë deklaratat pa motra. Jo mërë po do të me ditë, atë që ka gjonë, pa atë se kanë një Maqedonit bresht. Atë si faktori shqiptar, nëse më noni mirë, do të me ditë që faktori shqiptar destabilizohet.